Në një shoqëri që synon zhvillim dhe barazi, përfshirja çdo individi në jetën publike është domosdoshmëri. Drejtuesi i projektit Shpresa Luigi Mila ka theksuar nevojën që personat me aftësi të kufizuara të kenë një rol aktiv në institucionet e qytetit dhe të përfshihen në organet vendimarrëse të Bashkisë Shkodër. Sipas tij, kjo kategori duhet të përfaqësohet më shumë, duke qenë se aktualisht nuk është e përfshirë sa duhet. Ta duhet përfaqësohen në të gjitha organet vendimarrëse të Bashkisë Qarkut apo të prefekturës Shkodër. Nuk e kemi një qasje të tillë, nëse ne flasim për shembull për kategorinë si LGBTI tjerë dhe ofrojmë, bëjmë projekte, zhvillojmë aktivitete, gjithçka që nuk më duket se është një problem, po themi, biologjik, është diçka më tepër sociale, nuk jam homofobik, por që mendoj se edhe këta po ashtu kanë drejt të jenë të përfshirë, që të marrin vendime, të japin mendime, sepse bëhet fjalë për një Shkodër ku jetojmë gjithë dhe këta kanë vendet e tyre dinjitozë në këtë qytet. Mila nënvizon se përveç përfaqësimit është e domosdoshme edhe krijimi i vendeve të rezervuara të punës për personat me aftësi të kufizuara, si një hap konkret drejt gjithë përfshirjes. Fillon tek tradita. Fatkeqësisht Shkodra dhe Shqipëria ka këto problemin e shfaqjes, pranimit, të faktit, persone me aftësi të kufizuara në shtëpia. Kemi raste tragjike kur janë izoluar për vite, edhe në zona urbane dhe në zona rurale. Pra kemi një qasje gati diskrete dhe mendoj që nuk na nderon. Shkodra është një qytet shumë me kulturë dhe i vjetër me tradita, edhe në këtë drejtim duhet japin kontributin e tij të veçantë. Në fakt kemi disa qendra në Shkodër për krahasim me qytete të tjera, shumë qendra në Shkodër, dhe kjo na bën krenar dhe dinjitoz, por këta duhet përfshihen më tepër. Nuk përfshihen, duhet bëhet një diskriminim pozitiv ta çojë, do të ketë vendet posaçme përkatëse për këtë kategori në Këshillin Bashkiak, në Këshillin e Qarkut dhe me radhë. Ai shton se fatkeqësisht si në Shkodër, ashtu edhe në Shqipëri, vazhdon të mbetet një problem qasja ndaj kësaj kategorie, ku ende ekziston paragjykimi në shoqëri, duke penguar integrimin e tyre të plot në jetën publike dhe institucionale.